Generalisht, disa linje që i menaxhon trafiku urban është vërtet që janë të ngarkuar. Kjo është në aspektin pozitiv lajm i mirë, sepse njerëzit po e përdorin transportin publik në trafikun urban. Edhe kjo mund të jetë për shkak të disa faktorëve. Faktori kryesor që është bileta shumë e lirë dhe bileta mujore që është shumë e lirë dhe që njerëzit, qytetarët e përdorin transportin publik. Edhe arsyeja tjetër është se janë disa kategori të liruara nga pagesa që janë pothuajse përdorues më të shpesh të trafikut urban dhe transportit publik në kryeqytet. Edhe është vërtet që në disa linja ne kemi nevojë të shtojmë autobus ose nisje për ato, po në këto rrethona trafiku urban nuk ka hapësirë, sepse nuk ka autobus rezervë për me shtu nisje ose autobus në disa linja të caktuara. Lidhur me këtë, ne jemi në koordinim të vazhdueshëm me Komunën e Prishtinës që këto linja të ridizajnohen, të optimizohet nisjet krahas frekuencës që qytetarët e përdorin, sidomos në orët e pikut. Edhe ndoshta ka nevojë që ky ridizajnim të bëhet komplet në momentin që vinë autobuset e trafikut urban, që të shpeshtohen nisjet në mënyrë që të shpërndahen qytetarët në disa autobus të mos të kenë ngarkesa në autobus dhe në linjat e caktuara. Projekti kryesor është projekti i Komunës së Prishtinës për ridizajnim të komplet linjave në kryeqytet. Me këtë projekt do të shpërndahen qytetarët nëpër destinacione që ata kanë nevojë, mos të përdorin një autobus, po disa autobus. Edhe projekti tjetër është, mund të flas për trafikun urban, është ardha e autobusëve të ri, që në këto linja taktore që i kemi, të shtojmë numrin e autobusëve, të shtojmë frekuencën e nisjeve brenda orare dhe itinerare të përcaktuara nga Komuna e Prishtinës, në mënyrë që mos të ketë ngarkesa në linjat, për shembull linjën 9 dhe në linjën numër 4.